Përshëndetje, uroj të jeni mirë. Sot do të flisja për rëndësinë thelbësore që ka e tashmja në të ashtu quajturën jeta jonë. Ne jetojmë në një kohë mendjesh shumë të trazuara, në një kohë shpërqendrimit të lartë, në një kohë përmbushjesh boshe me pritshmëri të larta, në një kohë shumë më shumë në tentativë për shkëputje nga vetja, duke kërkuar një përmbushje në gjëra, aktivitete në sipërfaqe, duke humbur atë pak lidhje, harmoni brenda vetes. E tashmja apo e brendshmja jonë, sido që ne t'i vëjmë emër, ka rëndësi, shumë rëndësi në jetën tonë, sepse të paktën nga ana teorike po mundohem të ju shpjegoj të pashpjegueshmen lidhjen, harmoninë që na jep lidhja me të tashmen. Të qartësoj, të shpjegoj për ju, si që thash, nga ana teorike, se si të bën të ndjehesh, të jesh më i qetë brenda vetes, më me pak konflikt brenda vetes, edhe pse konflikti është aty, duke tentuar të të tërheq në veprim, harmoninë e ke, nuk lëkundesh kollaj, bën ato gjëra që duhet të bësh, që janë të nevojshme për t'u bërë, për harmoninë brenda vetes dhe për të ndihmuar të tjerët që të dëgjojnë, që të ndjekin, që të kenë sadopak edhe ata lidhje të harmonishme brenda vetes së tyre. Të kesh të tashmen brenda vetes dhe përditshmërinë tënde, si që thash, është të jesh i harmonishëm brenda vetes, të jesh më pak konfliktual, të jesh shumë më pak paraqykues, të jesh pranues ndaj çdo kujt, pa të cënuar sigurisht,
Ti shohësh njerëzit me sy tjetër, të jesh më i butë në të folur, të jesh këshillues i mirë, ti duash të gjithë pa kushte, pra në të gjitha drejtimet e tashmja ose lidhja me veten, të shkëput ty nga këto probleme iluzionare, komente, narrativ brenda vetes, rreth çdo kujt, çdo kënd, për veten dhe për ata që të rrethojnë, dhe për jetën që do kesh, duhet të kishe, duhet të donin, duhet të doje gjithçka që të mundon për një arsye, vetëm e vetëm që mos të jesh i lidhur me frymën tënde të brendshme. Prandaj, lidhja me veten është gjëja më me rëndësi për çdo njeri që të ketë harmoni, qetësi brenda vetes së tij. Të shpëtojmë nga ky tmerr brenda vetes tonë, që është gjeneruar në mënyrë të pavullnetshme dhe përbën jetën tonë, përditshmërinë tonë. Të dëgjojmë sa më shumë rreth njohjes së vetes, rreth harmonisë dhe shpëtimit rreth asaj se çfarë jemi bërë brenda kokës tonë. Qëndroni sa më shumë me fjalën rreth njohjes së vetes. Kjo ishte pak a shumë nga ana teorike, të ju shpjegoja pak a shumë se si është të jesh i lidhur me frymën tënde të brendshme. Të shpëtojmë nga ajo se çfarë jemi bërë. Njih veten, dëgjo sa më shumë rreth njohjes së vetes. Sepse fundi vjen me herë, mosha ikën, trupi plaket dhe koha jonë mbaron. Ju faleminderit për kohën tuaj. Qëndroni në kanalin tim, dëgjoni sa më shumë rreth njohjes së vetes suaj. Krijoni harmoni, bëhuni më të paqët brenda vetes tuaj dhe cilësia e përditshmërisë suaj do ndryshojë gradualisht. Faleminderit, mund të ishni për më shumë rreth njohjes së vetes sonë. Faleminderit.